إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdrojmë, atë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ai shpikurën e fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që të jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shlyn të keqen, mirë po të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Njeriu t'ja ketë frikën Allahut Azza wa Jall dhe të thotë që të bën vepra të mira, duke ditur se ato janë vepra të mira, edhe duke shpresuar në shpërblimet që ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për to. Mirë po devotshmëri do të thotë që njeriu të largohet mëkateve, duke i ditur ato se janë mëkate dhe duke pas frikë dënimit të Allahut Azza wa Jall. Ne shpesh në ligjëratat tona dhe hutbet tona tregojmë për rëndësinë e Islamit, se pse kemi zgjedhur Islamin, pse Islami është vetëm një fe e pranuar te Allahu Azza wa Jall e kështu me radhë. Dhe mundohemi që ko pas kohë me tregu se Islami është një sistem vlerash që rregullon raportet me krijuesin, me krijesat, që është feja e logjikës, natyrës, e arsyes, e drejtësisë, e kështu me radhë. Thjesht këto vlera që e bëjnë njeriu me akceptu edhe me i pranu logjikshëm gjërat se pse i bën musliman. E njëra prej këtyre vlerave që na kanë lakmi ata që s'janë pjesëtar tonë, është se thjesht feja islame është ajo fe e cila më së miri i ka rregulluar raportet njerëzore, familjare, shoqërore, e kështu me radhë, saqë nuk gjen ngrohtësi, afërsi, dashuri në mes anëtarëve të familjes, anëtarëve të një komuniteti ashtu siç e gjen në Islam. Thjesht nuk është pretendim. Janë themelet që janë vendosur para 15 shekujve. Qysh prej martesës, kur ka thonë wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dhe ka bërë mes çiftit dashuri dhe mëshirë. E duke vazhduar na ka treguar se lidhja mes anëtarëve të këtij komuniteti është lidhje e fesë, e besimit, dhe ajo është vllazërore. Innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. E duke na treguar se nuk është për anëtarëve të kësaj feje, ai i cili nuk e mëshiron të voglin, nuk e respekton të vjetrin,
edhe nuk ja din njeriu të dijes vlerën që e ka. E duke vazhduar, duhet na këtë treguar se kush don që Zoti më jashtu rrezikun e bereqetin, edhe me jashtu ymrin, me i mbajt lidhet farefisnore. Pra këtu vetëm disa shkëndia me tregu se mbi çfarë baze është ngrit ky raport dhe kjo afërsi dhe kjo dashuri që na kanë lakmi të gjithë, se nuk ka qysh respektohet në familjarët edhe qysh ka grotësi në familjet tona si të familjet islame. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, Ramazani është muaj i mesazheve. Është reformim shpirtëror, moral, shoqëror. Realisht e dim që piknisin e ka devotshmërinë në Allahun Azza wa Jall. Pastrim të shpirtit, rregullim të raporteve me krijuesin, po jo vetëm. Realisht kjo është piknisja e cila realisht të bën që me qenë më i mirë, më i devotshëm, më i qiltërt, që të reflektojnë kjo mbarësi edhe mirësi edhe rregullim të raporteve edhe me tjertë. Thjesht të jem të afërt, të jem dashur, të jem solidar e kështu me radhë. Me lejen e Allahut Azza wa Jall do të mundohem me i fol disa fjalë në këtë kontekst se çfarë ndikimi duhet me pas Ramazani me përforcu çatë vlerën që e ka dërguar Allahu Azza wa Jall këtë fe me të. Ajo është që të mbahen lidhjet farefisnore, familjare, shoqërore e kështu me radhë. E para, vëllezër të nderuar, është se familja është prioriteti. Allahu Azza wa Jall e ka bë obligim që më përkujdes njeriu për familjen edhe në aspektin material, mirë po edhe në aspektin edukativ. Edhe ka nxit që kësaj çështje të rrim gati dhe kur ka folur për sadakan, ka përmend lloj sadaka, ka thonë sadakaja e cila jepet në luftë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, sadakaja e cila jepet për të varfrin, sadakaja e cila jepet për me liru një rob, kështu me radhë. Mirë, po sadakaja më e mirë është ajo sadakaja e cila jepet për antarët dhe për familjen e tina. Ka një hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se sadakaja më e mirë është ajo dihet që jep njeriu e që zemra e tij është e pasur. E pasur në atë aspekt se ndoshta nuk ka shumë, mirë po nuk e ka det pse dha, ambeta keq sikur se kisha dhënë kështu me radhë. Kjo sadakaja më e mirë që kur të jep zemra e tij është e pasur. E dora thot e cila jep është më mirë se që merr. Mirë po thot filloni me ata të cilët i keni për kujdesin e juaj. Po sadakaja në përgjithësi të njerëzit është çështje vullnetare. Mirë po me nejt gati familjes tënde është çështje obligative, edhe logjikshëm dhe natyrshëm, domethënë i bie që duhet më dhon prioritet ato që janë obligime, karshye aty që janë vullnetare. E jo më ndru vënën çysh dim ndonjëherë më vao. Nga se realisht vëllezër të nderuar, kriteret që njeriu mu vlerësu se është njeri i mirë, as është njeri i mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar si janë raportet me familjen tënde. Edhe për atë ka thonë khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Më i miri prej jush është ai i cili është më i miri me familjen e tina, ndërsa thotë unë jam më i miri prej jush me familjen time. Pra thjesht këtë çështje duhet me pas konsiderat. Familja është e para. Familja është prioriteti, e sidomos vëllezër të nderuar në çështjen e Ramazanit, kur realisht njerëzit afrohen rreth sofrës së iftarit, e të syfyrit, e realisht duhet që familjarët t'i rrinë gati fëmijëve që t'i mësojnë me agjëru, e t'i marrë me veten në xhami, e kështu me radhë që realisht kjo ngrohtësi dhe kjo ripërtrirje e lidhjeve farefisnore familjare të jetë prezente në muajin e Ramazanit. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, çështja se feja jonë thret në vlera, dhe vlerat kur nuk duhet mi marrë njeriu si dobësi. Përkundrazi, ai i cili e për ul veten, Allahu Azza wa Jall e ngrit atë, qofse ka për Zotin. Edhe për atë ka në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për gjendjen e besimtarit gjatë agjerimit, ka thonë në agjerimi është në mburoj për të, mburoj për mëkateve, mburoj për zjarrit të xhenemit e kështu me radhë.
kur është dhe njëri për jush në ditën e agjerimit e tij, mos fol fjalën dyta, mos pisket. Mirë po dhe në qofë se dikush e provokon, e fyën e shan, e dën me pas gatres me të, le të thotë se unë jam agjerushëm. Nuk ka dobësi kjo punë. Jo pse thjesht nështë asë pëmuj me ta kthyje, ose s'po di me ta kthyje, ose s'qem me Zotin me ta kthyje. Mirë po e që më bon me u frenu, edhe më nalër se unë jem agjerushëm, nga se agjerimi më mëson që mu vetë përmbajt. Me i toleru, mos më javnu veshën shumë seneve që ka mundësi ndonjëherë me ndodhë. Pra muaj Ramazanit dhe të nderuar është muaj që njeriu duhet edhe me pastru shpirtin e tina, edhe pe hasedit, edhe pe zilis, edhe pe këtyne dhe më thonë çështje që ndonjëherë dinë me në ngatrua dhe me në i shkput lidhë farefisnore dhe me njerëz që i kem tafër të dashur, e që realisht nuk ka dash me ndodhë ato punë, mirë po që ja që jem njerëz, mirë po Ramazanit dhe të nderuar shonë se mirë që këto çështje të ripërtrijen, tolerojmë njëri tjetrin, të falim njëri tjetrin, se realisht moto e Ramazanit është Allahumme inneka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti e falës, e dëm faljen, më fal mua. E pyetja që duhet me abase cilë vetës, a nuk na vjen turp me i kërku falje Allahut Azza wa Jall, e ne sim në gjendje me e falë kërkon dhe me e toleru kërkon. Kjo e dyta. E treta, vëllezër të nderuar, tjetrin llogaritë pjesë tënde. Nuk është antari i familjes, antari i farefisit ton, i komunitetit musliman, si dikush jashtë rrethit ton. Thjesht ne jemi si një trup. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për afërsinë që duhet me pas besimtarët njëri me tjetrin, ka thonë besimtarët i shembullojnë si një trupi, në mëshirën, në afërsinë dhe dashurinë e tyre, që qofse një pjesë e trupit ankon i tërë trupi prej pagjumësisë apo prej temperaturës. Pra atë ka në hadithet dhe vërtetat të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush don me shpëtu pe zjarrit të xhenemit, edhe me u fut në xhenet, mos të nxën vdekja vetëm se duke besuar në Allahun dhe ditën e gjykimit. Mirë po edhe të i qaset njerëzve ashtu si që ka qef tjerë të musil me të. Se një, ajë dhe ne onë nuk jemi dy, po jemi një. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. S'ka besuar askush për juve, përderi mos të e dën vllajt të vet atë që e dën vetës së tina. Edhe pra të ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është besimtar ai që le flan i ngopur, e fqimi i tina është i uritur. S'është imam kjo, s'është besim kjo. Realisht se duhet me bashkëndje edhe dhimbjen që ka, edhe sfidën, edhe problemin që ka, mirë për edhe me ndakzimin me tjetë se jemi një. E pratë pejgamberi sa sëmë kër e kam përshkruar, ka thonë ka qenë njeriu më bujarë, njeriu më i gjymert, njeriu më i afër dhe më njerëzve që kanë gjenë ndim. Mirë po më i miri dhe më i bujari dhe më i gjymert kër e qenë Ramazani. Tjetra vëllezër të nderuar që duhet me pas konsiderat është se gjatë Ramazanit njeriu ndjen uri, edhe etje, edhe një forma tjetër i ndjen ato çështje, ato përjetime që i ka dikush jo prej qefit. Mirë po realisht është sfidë e jetës që Allahu Azza wa Jalla ka dashur me sprovu, që ato të mira që ne i kem ai si ka. E kjo duhet më na bëj dhe më na aktivizu që me qenë më solidar, që me i ndihmu njëri tjetrit. Mirë po me një kusht. Nuk i doj maskujnë as falënderim, as kompenzim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhi Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Dhe ju ushqejnë njerëzit edhe pse malli e pasuria është e dashur, edhe të varfrit, edhe jetimat, edhe robt. Innama nut'imukum liwajhi Allah. Këtë punë për e bajnë vetëm për Zotin. As dojnë falënderim për juve, as kompenzim për juve. Thjesht nuk e kem çështjen në pazar, nuk jem tregtar që t'jap mjep. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër të nderuar kur ka folur për çështjen e mbajtjes lidhjeve të farefisnore, ka thonë ai i cili e thret, ai i cili i thret,
thjesht nuk është të imbajt lidhjet fare fisnore. Nga se realisht është përprit kompenzim. Nuk i flet vetëm ai i cili e përshëndet. Domethënë nuk i shkon vetëm ai i cili viziton. Nuk e ndon të mirë vetëm ai i cili faktikisht e ka të njëjtën ndjenjë me to e kështu me radhë. Realisht nuk është kjo çështje që duhet me pas Islami. E lutem Allahun azza wa jall që të na bëjnë që të reflektojmë në këtë muaj të madhërueshëm të Ramazanit, të përmirësojmë lidhjet me Allahun azza wa jall, mirë po të përmirësojmë lidhjet me njerëzit, familjen dhe farefisin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, kur jemi duke folur për raportet shoqërore, familjare, patjetër duhet me cekë në çështje se realisht feja islame është fe e unitetit dhe bashkimit, jo përçarjeve dhe ndarjeve. Dhe kjo thjesht nuk është moto, nuk është vetëm fjalë, mirë po është çështje besimit. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dhe kapuni të gjithë për litaret e Allahut azza wa jall dhe mos u përçani. Afroni nga të njëri tjetrit. Për atë thjesht kur falemi taravit, mundën me i fal njerëzit edhe në shtëpia vetëm. Mirë po thjesht në Ramazan kërkohet që të falim taravit me xhamat, nga se të afrohemi duhem me njëri me tjetrin. Edhe kur të bëjmë iftar, secili kem mundësi me bëj iftar edhe në shtëpi, ndoshta më komod jem me kon në shtëpi. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka nxit që thjesht të ftojmë tjerë të japim një iftar, nga se kemi shpërblimin e agjëruesit, edhe pse nuk i paksohet asgjë për agjërimit atij personit, apo për shpërblimin e agjërimit. Gjitha këto që thjesht mirë i përtri lidhjet farefisnore, lidhjet familjare, vllazërore, të bashkohemi, të afrohemi edhe mos të përçohemi. Edhe për këto, ajo që shpesh na ndodh që realisht po flas tash punën e taravive. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë se kush falet fjala për namazin e natës dhe taravive, derisa të lën imami, ju ka shkruar se ka fal apo ka ngjall këtë natën me ibadet. Pra nuk është hije mirë që njeriu faktikisht me fal të rekate edhe me dalë prej xhamie, mirë po le të falet atë se falet imami, se edhe arrin shpërbimin që ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thjesht të shkruhet si tërnatja e ibadet, mirë po edhe demonstrojmë edhe një herë se Ramazani është ai i cili na bashkon e jo ai i cili na përçon. Mesazhi i tërë kësaj vëllezër të nderuar është se që njeriu duhet me reflektu në Ramazan, me ditë se çka janë prioritetet. Se familja është prioritet, lidhjet farefisnore janë prioritet, marrëdhëniet me fëmijët janë prioritet, thjesht ndihma për të varfrit dhe për gjithë janë prioritet. Mos më ndru çështjeve vendin, që thjesht njeriu të jetë i mirë për dikën i lartë, e për atë i cili ka obligim, thjesht të jetë domethënë dënim për të. Mirë po secili të jap hakun e vet, e haku më i madh është sa më i afër, haku është edhe më i madh. Edhe si fund vëllezër të nderuar, ne kemi një kërkesë nga Bashkia Islame që për çdo xhuman Ramazan thjesht e vendosim postën për të mbuluar shpenzimet të cilat ata i kanë më të veçanta në muajin Ramazanit. Unë fillimisht po duam në shfrytëzorasin që juve gjithë ju falenderoj për kontributin që e bëni për xhamin tonë. Që realisht që pothuajse 5 Ramazana jem, asnjëherë s'kem pas nevojë personalisht me lyp diçka për xhamin tonë. Sa kemi këtë postaçi ka qenë se ka kërkuar kryesia apo Bashkia Islame. E për atë jem shumë falendërues që kur s'na keni bë që me ju kërku juve për xhamin tonë, e lutim Allahun azza wa jall që t'ju shpërbej me të mirat e tina. Mirë po dhe kujtoj atë që Allah azza wa jall na ka kujtuar se ai i cili jep për Zotin është se personi që e mbjell një farë,
e pejsojnë mbi 7 kalli, e në atë secilën pej kallinjve janë domethënë 100 kokra, e që i bie që një e mirë shpërblejet me 700 mira më tepër, e lusim Allahun azza xal që na bëjt bekat muajin Ramazanit, të na jam barësi në familjet dhe shoqëritë tona, që të na bëj Ramazanin si piknisje dhe që të reflektojmë dhe të përmirësojmë nga lidhjet farefisnore, të falim njëri tjetrin, të afrohem me njëri tjetrin, të bashkohem me njëri tjetrin, se kështu shpresojmë që Allahu azza xal ashtu siç e falim njëri tjetrin, edhe Allahu azza xal të na falë neve. Lusim Allahun azza xal që të na falë neve, na falë prindërit tanë, të falë këtë muslimanët në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.